Vaksinimi kundër gripit është apeli kryesor i personelit të njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Shkodër për qytetarët dhe veçanërisht për të sëmurët kronik. Ditët në vazhdim mund të shoqërohen me shumë viroza, ndaj duhen shpejtuar për t'u vaksinuar, thot krye vaksinatori Arben Xhabia. Mirat mirave është që të vaksinohen smurt kronik, të cilët të vujnë nga sëmundje kronike të ndryshme, duke përfshirë smurt kardiak, smurt pulmonar, smurt me veshkat, smurt me mëlçi, obez, të diabetik, të gjithë smurt kronik. Por nuk është e thënë që të vaksinohen vetëm këta, të vaksinohen kush ketë dëshirë, pranë qendrave shëndetësore, vaksinë ka dhe ne jemi të gatshëm të t'ia afrojmë. Xhabia thotë se edhe për fëmijët mbi moshën 6 muajsh rekomandohet vaksinimi kundër gripit. Kjo vaksinë rekomandohet për fëmijët nga 6 muaj e lart. Domethënë, një fëmijë mbi 6 muajsh mund të vaksinohet. Unë rekomandoj për fëmijët të cilët herë mas here të vujnë nga gripi, domethënë i zën gripi dhe i jep komplikacione, si jep pneumoni, bronkopneumoni me radhë, por mund të vaksinohen çdo fëmijë që ka dëshirë prindi ta vaksinojë. Nga dita që bëhet vaksina, imuniteti ndaj gripit fillon pas 2 javësh. Kjo është edhe arsyeja pse duhet shpejtuar, thekson Xhabia. Duhen të paktën 2 deri në 3 javë që trupi të imunizohet. Prandaj mirat mirave është që të vaksinohen sa më herët dhe edhe në këtë periudhë që jemi, me që nuk ka shumë raste gripit, mira është që të vaksinohen. Vaksina don 2 deri në 3 javë që të krijojë imuniteti. Deri tani në Shkodër janë vaksinuar mbi 10.000 persona, ndërkohë që numri mund të arrijë në mbi 14.000. Që nga data 22 shtator që ka filluar vaksinimi ndaj gripit, janë vaksinuar rreth 10.200 persona. Rreth 73% të dozave që kanë ardhur, domethënë. Të drejtën për vaksinimin kundër gripit e kanë të gjithë qytetarët, të cilët mund të vaksinohen në qendra shëndetësore pranë lagjeve ku banojnë në qytet ose në njësitë administrative të fshatrave.